E tani është koha shikues të dashur të nxom për një intervistë krejtësisht ndryshe. Hira Home Collection me biznesin e saj ka treguar që është lider në koleksione të reja, në prurje të reja dhe gjithçka sa i përket perdeve, tepijave, roletave që na i kemi çdo ditë. Janë pjesë e përditshmërisë tonë dhe shumë shpesh bëjmë renovime të ambienteve tona, qoftë të punës dhe të shtëpisë. Pra, koleksioni i ri tash po prat, themeluesi do të na tregoj shumë sa i përket sfidave, sukseseve, vështirësive, po e ka prek pak edhe temën e konkurrencës. Në vazhdim do mund të njiheni me themeluesin e Hira Home Collection. Kur renovohet një ambient, gjëja që kushtojmë rëndësi është dhe interior designer. Hira Home Collection sjell zgjedhje moderne dhe cilësore të perdëve që japin çdo ambienti pamje më të bukur. Me përkushtim në detaje dhe stil rinor, ky biznes është kthyer në një zgjedhje të besueshme për klientët. Në këtë reportazh do të njiheni më afër me punën, idetë dhe përkushtimin e atij personi që qëndron prapa këtij biznesi. Hira Home është një biznes i cili funksionon që afërsisht 6 vite, do të thonë tash që shpërbon 6 vite, ku operojmë me këto produktet rreth shtëpisë, do të thonë, perde, tepija, mbulesa, për shtretër, pastaj shtretër, dyshek, edhe gjëra tjera, sikurse grillja të brendshme, zyreve edhe të ambienteve tjera. Por si erdhi ideja për këtë biznes dhe pse pikërisht Hira? Hira është vajza ime, e madhja. Home është gjithçka që lidhet me shtëpinë, edhe kena gjetë një përshtatje ku pyetja që ishte rreth familjes ose rreth ndihmës familjes, po ka ndikim të madh gruaja, fëmijët, pastaj edhe vllau është si bashkëpronari i kësaj. Kështu që sidomos te puna e montimit te klienti ose te prezantimit në terren, gjithmonë mundohemi me shku ne vetë si familjar për shkak të etikës të punës ose për shkak gjanave të cilat ndodhen shpejt dhe na nuk dojna me i fol, sikur se është ajo fjala që kur të kesh në shtëpi dikujt na hin i shordër edhe del me mes. Si një biznes familjar, ata kanë arritur që të jenë një ndër bizneset më stabile, ku për produkt kryesor e kanë perdën dhe tepihon. Por cili do të ishte mesazhi që themeluesi do të donte të përçonte te klientët, që janë në numër të konsiderueshëm? Te Hira Home Collection, përveç asaj që na nuk e kemi si bazë qendrore vetëm profitin e klientit, po ndërkohë ne jena edhe të rritë si biznes, ku ofrojmë shërbime të cilat kompani tjera rrallë kush i ofron. Do të thonë na fillojmë prej matjes të ambientit, propozimit, i ndihmojmë klientit rreth përzgjedhjes, kombinimit ngjyrave, pastaj bëjmë montimin edhe gjëra tjera siç janë për shembull rregullimi i perdes. Ca kolle pohon faktin se pas një periudhe prej më shumë se 10 vitësh në këtë lëmi kanë arritur që t'i eliminojnë të gjitha barrierat shitës blerës. Të punu dhe të po dikon tjetër që funksionojnë në biznese tjera, na kena arrit me i zhduk ose me eliminu ato dobësit tjera të cilat janë për shembull jo trajtimi i veçantë i klientit, që na e kemi si pikë shënim ose si epicentër kena që klienti mundoj kënaqur, ku çdo gjë që bëjna për klientin, domethënë gjithmonë e bëjna me marrëveshje tina, po edhe nëse këto janë punë dorës gjitha, edhe nëse ndodh rasti kur edhe e dështojmë ose me thonë kështu në gjuhën popullore ja huqim masa, atëherë gjithmonë i rrinë mbrapa. Edhe nëse është në pyetje me shku 2 herë, 3 herë te klienti, na prapë e bim punën tamam që na morr vesh te klienti. Do të thonë që kjo na karakterizon neve
Tu unis për faktit që çdo klient për këto 5 vjet, do të thonë asnjë rast se kena pas ku klienti është do i pakënaqur ose ka ardhur edhe na ka qortu për punën cilën e kena bërë. Hira Home Collection me 2 pika në kryes qytet. Ata më tutje mendojnë se në të ardhmen do zgjeron edhe me produkte të tjera. Zjadini rëndësi të madhe i kushton stafit që sipas tij duhet të jetë i përkushtuar. Fatmirësisht dosh këtë punë të u interesu ku pas kohe të përvetësu sa më shumë, do të thonë unë personalisht i bëj gjitha punët sa i përket perdës, prej prerjes, qepjes, hekurosjes, vendosjes, kapsave e pastaj edhe montimit e klienti. Gjë e cila e ka lehtësu shumë punën tëmë për shkak që edhe kohë pas kohë, dhe jo vetëm gjatë orarit punës, po edhe jashtë orarit punës, kur kem porosi ose kur kem kërkesa më të mëdha, do të thonë i punojmë edhe jashtë orarit punës. Një prej arsyeve pse është dashur me u marr, do të thonë edhe duhet kohë pas kohë të mirë me gjitha punët, është pikërisht mungesa e stafit profesional. Sepse jo vetëm të one, po në Kosovë në përgjithësi, do të thonë puna e stafit është goxha e sikletshme, sidomos në kohën e tashit. Duke qenë pjesë të terrenit, e dim që sfidat janë të mëdha. Ai ndoan me shikuesit e në Zoom disa prej momenteve interesante në terren. Një prej përvojave që më kalon shumë përshtypje dhe e cila ka ndodhur që më ka pru një sukses që aty për aty se kam imagjinu, është me një zoj, sepse kryesisht puna jonë është me zoja, sepse natyra e punës është e tillë, e cila ka tentu me ardhë me bleni perde, cilën kur kam shku në aty dhe kam po gjatë vizitës se ka dash me marrë dhe 2 ansore dekorative, mirë po gjatë inspektimit, si me thonë se gjatë matjes, e kam po që ka pas perden shumë të mirë, mirë po ka dash me bo një perde tjetër të sistemit amerikan, tash që thuj se shumica e perdeve po qepe në atë formë. Mirë po, unë i kam propozu që ta mban atë perden e njëjtë, vetëm ta sjelli këto ose ta marrim na, ta kthejmë në sheret ose në sistem amerikan dhe ta shfrytëzojmë edhe për një kohë më të gjatë. Do të thonë interesi jonë këtu ka qenë me kursy klientin në farë forme edhe me bë punën e njëjtë. Pastaj pas 2 vjetë, si për çudi, përveç familjarëve që ka rekomandu ajo kliente, na ka ofruar një punë me një hotel në Gjermani që ka qenë vlera aq e kënaqshme saqë na punojmë ndoshta me 2 muaj ose 3 muaj dhe s'muj me arrit me bën një punë të tillë. E po, deri këtu e sollëm muhabetin, sa është vlera më e madhe që Hira Home e ka shit kohëve të fundit. Vlera është e kënaqshme si biznes, do të thonë na ofron një mirëqenie, na ofron një standard të mirë të jetesës, kështu që jam i kënaqur derisa edhe me vijen e qarkullimit edhe me klientelin. E sidomos të punë e klienteles ku ditë e më shumë që shtohen, do të thonë shtohet klientela, shtohet ai prezantimi jo përmes neve më, po përmes klientëve ku secili klient i cili ka ardhur dhe ka marrë produktet e ne, do të thonë spaku i ka rekomandu 4, 5, 6 ose edhe 10 klient tjerë, kështu që unë edhe për profesionin që kam, do të thonë që jam ekonomist, e di që reklama më e mirë është face to face, që thonë ose kur dikush prezanton produktin tonë pa prezencën tonë. Themeluese ka një porosi që duhet patjetër ta dëgjone. Arsyeja pse duhet me na vizitu klienti ose duhet me qenë na prezent gjatë mobilimit shtëpisë, sikurse që thashtë dyshekt, perdet ose tepijat, është për arsye që ne i rrim punës mrapa gjithmonë në çdo kohë. Pastaj një prej misioneve që kam unë personalisht edhe stafi janë shumë të kujdesshëm gjatë prezantimit, gjatë afërsisë me klientin, e sidomos te puna e termineve që në Kosovë është shumë i dështuar puna e terminit,
Mirë po ne gjithmonë marrim afat 3, 4 ose 5 ditë te klienti, po gjithmonë jemi, domethënë, sozat të afateve. Për ndryshe, Hira Home Collection ofron të gjitha modelet ku janë në trend me risi si në ngjyra, ashtu edhe në cilësi, që të jenë më afër klientit, nga se misioni dhe vizioni ky që Hira Home është një klient i kënaqur.